Arsyeja e humbjes do të nxjerrim, pse kemi humbur kaq thellë? Sepse ja kemi ngecur grupit këtyre neve u themi një stil që ja kemi nxjerr tradhtar. Jo, me jo është e vërteta. Është grupi mafioz, Bylykbashi me grupin e vet. Grupi tradhtarëve që kupton, grupi bllojve jemi ne që pronojmë drejt e drejt. Apa zyrën e PD-s që hapëm kur hapëm, nuk më dhan as kompjuter të punoja. Një, kam 11 qendra, s'merr një drejtues i qarkut të më vinë të konte llogari ose të pyesë si jemi, në çfarë gjendje jemi. Vetëm një që erdhi bërim mbledhje gjinjente, kemi 8 thoshte, po marrim të 9-tin. Të marrin të 8-tin se ka qef të 8-tin ai. Drejtues qarku kam patur zoti Bylykbashi. Po me deshëm takim, kam pas zoti Bylykbashi, nuk më ardhur një herë në plazh. Kam bërë kërkesë me shkrim 3 herë në PD, dundim. Në një lagje që shkoja mirë në Kurrulla, s'kisha kështu. As nuk erdhi asnjëri nuk kërkonte. Edhe sot bonte lëm fajin këtyre dy zotrive. Unë bjen ta kesh nga mua aty, e kemi patur nga Ert Bylykbashi, nga Art Muka, që kanë qenë drejtues direkt të Partisë Demokratike dhe drejtues i qarkut Durrësit. Këta dalin para nesh të kërkojnë llogari. Tani kam edhe një pyetje tjetër. Këtu ju bashkon vetëm solidariteti me zotin Burgia apo jeni edhe si mbështetës i zotit Saliani, lëvizjes që ka bravo dhe kjo. Unë jam 33 vjet e kaloj dëm. Po, 33 vjet kam qenë ushtar i Berishës. Dhe vazhdoj të jem akoma për të jetë gare barabartë. Sot mbështes Salianin, që fatkeqësisht më dal me druat y mbara, por e mbështes sepse duam liri, duam tamam të jenë votat të votojmë demokratë, jo të ndërrojë emrin Sali Berishës, partia Xhaxhi Denver, jo komunistëve, komunistët janë të mirë.